E verdh për loperamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti kur filloni një shtatzani ose jeni duke kërkuar shtatzani. Loperamid këshillohet të shmanget në shtatzani ose të merret vetëm me vizitë. Në raste të veçanta, mjeku juaj mund të rekomandoj një cikël të shkurtër marrjeje dhe me një dozë të reduktuar. E verdh për loperamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti kur jeni duke ushqyer fëmijë me gjë. Loperamid kalon me qumshtin e gjirit, ndaj nuk duhet të përdoret. Vetëm në raste të veçanta, mjeku juaj mund të rekomandoj marrjen e disa dozave dhe ndërprerjen e gjithëdhënies në një vakt mbas marrjes së dozës së loperamidit. Kjo është një video e shkurtër apo shorts për të ndjekur të gjitha rastet me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë të verdhë dhe jeshile të loperamid, barit aq shumë të përdorshëm për lehtësimin e heqjes së barkut apo siç quhet ndryshe diarres. Kërkoni në Google ose YouTube duke shkruar e kuqe për loperamid, e verdhë për loperamid ose jeshile për loperamid, ku të gjitha fjalët shkruhen bashkë pa ndarje. Kështu ju do të hyni në kanalin ton Semafori Barnave dhe aty do të gjeni gjitha videot e shkurtëra dhe me informacion shumë të dobishëm për ju. Nëse e shikoni të vlefshme, bëni subscribe. Faleminderit.